Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Nga kjo studio, ju kemi përshëndetur në ditët e fundit të vitit 2025, duke i uruar festat e fundvitit dhe përsëri nga kjo studio në këtë fillim vitit e vitit 2026 ju urojmë gëzuar dhe përshëndetje vitin e ri 2026 që sapo e filluam, por edhe Studio Sport sapo filloi me transmetimet e emisioneve të tij dhe ne do të flasim sonte gjithësisht për shumë sporte, por kryesisht e futbolli është ai që merr vëmendjen më të madhe. Do të flasim për përgatitjet e ekipit të Kuqe Blu që po i zhvillon në Ulqin, në prag të ndeshjes së parë do të jetë për Kupën e Shqipërisë, Vllaznia Pogradeci luhet ditën e shtunë në Loro Boriçi dhe më njëherë pas 4 ditë do të jetë po në Loro Boriçi kryendeshja e javës për superioren Vllaznia Egnatia. Do flasim për një ngjarje të rëndësishme që është zhvilluar sot në mesditë në Shkodër. Në stadiumin Loro Boriçi, në midisat e tij është zhvilluar asambleja e përgjithshme e shoqatës rajonale të futbollit shkodran, ku për herë të dytë radhazi zgjidhet kryetari, zoti Lazar Matia, i cili vjen edhe mandatin e dytë krahas postit që ka tashmë prej të gjithë opinioneve që e njohin mjaft mirë si president i Vllaznisë në futboll. Do flasim për futsallin, ka filluar në fakt mbylli vitin 2025 me Kupën e Shqipërisë dhe viti 2026 ka filluar me turneun ndërkombëtar Ulqini Open 2026, takimet po zhvillohen në Ulqin, në pallatin e sportit Marshall Tito të Ulqinit dhe Vllaznia Futsalli se po luan atje, ka luajtur 2 ndeshje dhe nesër luan ndeshjen e tretë. Do flasim në vazhdimsi edhe për ekipet e kategorisë së dytë, sepse kemi thënë edhe më herët, kategoria e dytë, grupi A, ka një vëmendje maksimale, sepse 4 skuadra veriore, 3 të qarkut Shkodër, siç është Shiroka, Basania dhe Tërbuni, si dhe Bestidhja Lezhës, që është komshi me Shkodrën, janë 4 skuadrat e pretendente që japin gjallëri grupit A të kategorisë së dytë. Ka zhvillime në merkato, ka edhe projekte të skuadrat të ndryshme dhe për këtë ne do të flasim gjithsesi sonte duke pasur një panel të përzgjedhur se do ta nisi pikërisht nga ai që sot mori vot besimin, mori të gjitha votat unanimisht, pas një vot kundër, mori votat e mandatit të dytë në krye të shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër. Lazar Matia, mirë se erdhe. Me një status që e keni pasur, po e rimerrni, padyshim i kënaqur. Ishin zgjedhjet për kryetar dhe për organet drejtuese të shoqatës për 4 vjeçarin e ardhshëm, sipas edhe të propozimet nga anëtarët e shoqatës rajonale, isha kandidati vetëm, dhe në fakt, siç e thash edhe në asamble, këtë pamje të parë duket një privilegj, por për mua është përgjegjësi shumë e madhe, kur të votojnë të gjithë dhe të kanë dhënë besimin e plot për të vazhduar ata projekte që kena në vazhdim, ato punë që i kena në vazhdimsi, sepse janë punë të një 4 vjeçari, edhe mendoj që shoqatat e kanë patë arsyeshme që vazhdojnë drejtimin me mu kryetar, por nuk është kryetari ai që vendos gjithçka, janë shoqatat, janë klubet, janë kontributi këtu në shoqatave, e tanë bashkë, me bashkëpunim, me mirë kuptim, edhe me plane, me projekte, mund të çojmë më lart atë traditë që Shkodra dhe rajoni ka në futboll, por edhe veçanti për futbollin e bazë, futbollin amator. Do flasim gjithsesi edhe më pas, sepse kemi edhe pamje nga zhvillimi i asamblesë, ndërkohë Arbel Xhaferi është drejtori sportiv i klubit të futbollit Vllaznia Futsal, Vllaznia kampione e Shqipërisë në fuqi, Vllaznia pjesëmarrëse në Ligën e Kampionëve me mjaft sukses, ka luajtur ju pa sukses dhe Kupën e Shqipërisë, ku vetëm në sekondat e fundit u mundit në finale nga femërtare, por tashmë po përjetoni një tjetër emocion në turneun shumë në vëmendje. Ulqini Open 2026, ku 16 skuadra nga gjithë rajoni po luajnë në Ulqin. Ju udhtoni thuajse një herë në 2 ditë, që nga data 3 si ka filluar turneu. Një ditë, mirëmbrëma Jergat, përshëndetje dhe qoftë një vit i mirë për ty dhe për dy personat që jam këtu. Po është vërtet. Po edhe për studion tonë, dhe kolegët tanë tërë të Shkodra. Dhe të jetë një vit ku ti të ftosh sa më shumë qytetarë shkodran dhe jo që çojnë parën të gjitha sportet e Shkodrës dhe të vinë këtu me kupa sa më shumë kur të mbarojnë sezoni.
Për sa i përket torneut të Çinit, po është e vërtet, një ditë po, një ditë jashtë komitete sepse kalendari është shumë i ngjeshëm, sepse janë 4 grupe me 4 skuadra. Është një torneo ku marrin pjesë ekipe që janë hibride, autoktone ka vetëm një që është vllaznia, sepse këto janë ekipe që krijohen vetëm apo stafat me lojtarë futsallit të gjithë Ballkanit, pak a shumë, por krijohen vetëm për këtë torneo. Thonë këtë gjë, kam thonë se sa nelt është cilësia e këtij kampionati. Jena halon garë për kalimin e turit parë, nesër kena neshën e fundit, shpresoj shkojnë gjithë mirë. Në flasim me gjithësisht edhe me pas edhe për futsallet, sepse kemi pamje ekskluzive nga ndeshjet e vllaznisë, ndërkohë Emir Shimaj, president i klubit të futbollit Basanja, apo Basanja FC, kështu është logoja zyrtare e Basanjës, një skuadrë simpatike e cila kaloi me sukses shumë shpejt që nga formimi i saj, tashmë në kategorinë e dytë, një fazë e parë me oscilacione, por edhe me mbyllje dinjitoze. Besojmë se edhe faza 2 do të jetë po e tillë, as më tepër kur edhe ambientet e stadiumit apo të mini stadiumit të Bushatit po vinë në atë mënyrë, kanë filluar punimet dhe tifozëria bushatase dhe me zgjer do të ketë apo jo ambiente të tjera më komode. Çka kisha më thonë unë thati. Kështu që mirë mbrëma janë ndalë parë. Faleminderit për këtë mundësi që na jepni me komunikuar me opinionin sportdash të Shkodrës dhe të rajonit. Ju uroj vit të mbarë gjithëve, domethënë juve këtu dhe opinionit sportiv të Shkodrës. Basania tashmë është një adresë, është një realitet që është mundu me ato mundësitë e veta me bëhat emrin e vetë të mirë, nëse jo ku kemi prit mase, por besojmë që ka kriju një stabilitet që po përpiqemi të ecim dhe të avancojmë për të arritur emrin e saj. Le të shpresojmë, më gjatë besoj mund të flasim vazhdim për. Për posë Basanjës, ju jeni në studio dhe para atë që ishit prezent sot në asamblen e përgjithshme, si votues, si përfaqësues i klubit tuaj, dhe vota juaj shkoi pro apo kundër kryetarit të rizgjellur? Do të thonë unë përgjithsisht jam kundër zgjedhjeve me vetëm një kandidaturë, po s'kisha zgjedhje tjetër edhe gjej rastin me uru me këtë rast, sepse është një me autogoli i dytë i juaj që ju mediat nuk na lart me uru as mas mbledhjes, por gjej rastin me uru tani publikisht, domethënë, sepse në fakt Lazari ka treguar që është një pasionant që ka kontribuar në vite për sportin edhe vazhdon me kontribu. Dhe kjo detyrë që ka marrë përsipër është një përgjegjësi shtesë e tij për herë të dytë, por që besoj që do të vazhdojnë ta bëjnë po kaq mirë sa që ka bënë mandatin e parë. Në një farë mënyrë pak si me humor, por pse jo dhe vërtet gjatë zhvillimit të asamblesë në bisedat private, por edhe publike në sallë, u bë një krahasim duke vlerësuar mandatet rradhazi të shtatin rradhazi që ka presidenti i FSHF-s Armando Duka dhe për Lazar Martin u tha një gjë e tillë se do të vijoj në traditën e Dukës. Pra, për ta mbyllur me konkretisht u tha një Dukë i dytë për Veriun. Lazar Matia, Duka i dytë për Veriun shqiptar. Ti jetu do është në Dukët me ngacmu Lazin për me i thonë që me kandidu për president federatës tashmë, sepse është mësuar me këto edhe jetu do është me e që manel në Dukët. Pse jo, sepse Duka do të ketë një limit. Dhe ndoshta mund të lërë një pasardhë, do të ishte fantastike se pasardhë i Dukës të vijë nga Shkodra dhe Dukës që po përgatitet. Nuk do të ishte as pak keq asaj pjesë, domethënë. Po s'po të përgjigjet atë ku do të. Miri sepse miri edhe pse. Apo e vini. Nuk e ftoni shpesh mirin, por ja, duhet mendimin e Benit. Mandati i dytë që e merr si kandidat i vetëm. I tillë ka qenë Armando Duka, thuajse në çdo mandat, në çdo zgjedhje. Mos ndoshta mund të kemi një Lazar Matia në momentin ku në limitin e Dukës, kur do të qoftë ai moment? Po unë jam te ky panel jam më herë, nuk e di si kanë më precedent para zotit Duka, presidentit e federatës. Po është këtë thjesht. Një shkodan më shku atje vetëm se benefite ka, nuk kena sepse miro, nuk kena sepse as vetë për që edhe Armando Duka në Shkodra ka propozuar, dhe Shkodra ka mbështetur. Një president Miftar Çela më duket ka kanë shtysa e ka pranuar publikisht Armando Duka në të gjitha prononcimet e tij publike që propozimi im ka ardhur dhe jo vetëm propozimi nga ndjeri Miftar Çela, atëherë ishte presidenti i vllaznisë, por edhe mbështetja totale e tij që Armando Duka të merrte mandatin e parë dhe
unë kujtoj, kam qenë pjesë asaj ati brezi, ati organizimi, ati rëshkimi, dhe Lazar Matia ka qenë krahu i djathtë. Gatë sa përshajmë se ti e këthënë si me humor edhe këto pyetje tuja janë nuk e di se ku mund të shkrepin. Dikush në ndjek dhe i duket me emocion. Diçka po të shërej. Sa është që vërtet që Dukas ka pas kundërshtar. Ka pas kundërshtar të më të vështirë në vite. Edhe duhet thënë që është godit nga dy krahët e politikës, djathtas edhe majtas. Pa hinj absolutisht e krahët e politikës sepse e kanë pa politika sporti, veçanërisht futbollin si aset. Me te i prekishe për periudhën e fundit? Jo, edhe ma përpara, edhe me Pangon, edhe me Pangon ka pas ka probleme, jashtëzakonisht Maja, edhe me Finën. Të debateve dhe të luftës politike. Pjesë e kësaj, ty në asambleve, që që nuk është se s'ka pas kandidat, por këta kandidat asnjëherë nuk kanë kënë pjesë të sportit. Këto kanë kënë kandidat të sajun edhe të ardhën për qëllime jo sportive, sepse e kanë pa futbollin si një aset që mund të përdorin politikisht të thamë, që në 2010 me Pangon deri në zgjedhjet e fundit. Kurse këto zgjedhje mendoj që kanë ndryshuar gjithçka, edhe mendoj që kanë ndryshuar gjithçka për mirë. Mund gabojnë zgjedhje edhe shoqatat, sepse edhe këto njerëz, edhe na njerëz janë, mund gabojmë edhe në për zgjedhje, por kur vjen një propozim nga baza, kur vjen një propozim nga shoqatat të pa imponuar të paktën forcisht ose politikisht, çdo kandidaturë edhe aq më tepër kur ke rezultate edhe rezultatet e Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe personalisht presidentit federatës, sepse jo këtë është zëvendës presidenti UEFA, antar i Komiteti Ekzekutiv, kryetar i hatrikut në UEFA, edhe një pozicion tjetër që më lënë në FIFA, nuk e kanë dhënë se ja kanë dhënë na këtë besim, por ja kanë dhënë fal aftësive të tij. Edhe puna që ka bërë me Federatën Shqiptare të Futbollit, mjafton vetëm të hish në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe ti mendon se je në një vend evropian perëndimor që ka vite që e ka ndërtu këtë strukturë. Edhe kjo është fal vizionit të presidentit federatës, vizionit ti si biznesmen, edhe si njeri i sportit, se tashmë ka 20 sa vite që është kryet federatës, edhe nuk mund i thush që ai nuk e njeh edhe sportin. Kështu që unë jam kritiku në më të mëdh që ta dini edhe ndaj presidentit për shumë gjëra kur kena me debatu, jam edhe ai mbështetësi kryesor kur është përmillon meritat secili. Prandaj sepse dol me një temë ndoshta që ti kishe planifikuar më mbrapa se bashkë. Kjo ka interesin e vet. Po me kryetarin e shoqatë që u propozuan edhe kandidat për president ishte kandidatura e zotit Duka, kështu që ka pas kandidatura të vështira, por jo kandidatura të ardhur si rrjedhoj e kontributit në sport ose njerëzit që vinë prej futbollit bazë. Shimaj, të duke se po flet edhe me një farë autoriteti sikur me atë se ne e paragjykuam. Sepse të kësa flisë, të kësa bëndë të koment, unë po e shikoj me vëmendje. A mund shkojmë aty ku ne e thamë ndoshta me gjysë për shakajt? Dhe me thonë, njëherë për njëherë është... është okej këtu ku është? Njëherë për njëherë po i jepet një mandat tjetër presidentit Jolla sot mandati dytë. Po i jepet, sepse... Pas në letë da bojnë me fushë bushatit po flasim të presidenti Maladi. Njëherë për njëherë po merr një mandat tjetër që është... Por në të ardhmen, pse jo, unë kam besim plot të Lazari që mundet që edhe nuk kam as pak kundërshtim. Do të ishe shumë i lumtur për ne. Me vjen mirë që nga kjo studio bërën edhe një iniciativë tillë, se në fakt ne hapim edhe në përroncimin për median në stadium me njëherë pas mbledhjes. Por le të rikthehemi tek pika e parë e emisionit tonë, mendimin e kolegëve tanë të pultit të transmetimit, është përgjegjësi i transmetimit Nino Jakova dhe kolegu i tij Florian Gردani, që do të na përcjellin në pamjet servitore dhe disa foto të ekipit Kuqe Blu të Vazhdiz që po stërvitet në kampingun Ulqinak. Dhe kalojmë njëherë në një bisedë si po pritet kjo Vazhdiz që po përgatitet për ndeshjen e parë. Është një mini fazë përgatitore Matia që presidenti Elman Xhaferi ka zgjedhur kampingun Ulqinak dhe mirë ka bërë, sepse pa e ditur se do të ishte kjo situatë me këto rreshe kaq të mëdha dhe me përmbytjen në Shkodër, Ulqini ndryshe nuk është prekur nga këto fenomene dhe sidomos kompleksi Çaushevich që drejtohet edhe nga një ish sportisti Misho Çaushevich. Kompleksi sportiv i futbollit në Ulqin është në kushte ideale dhe po i shërben Vllaznis. Mendoj që është bën zgjedhje më mirë, sepse
jo vetëm nga kushtet klimaterike, por edhe për rahatin, edhe për infrastrukturën, edhe klimin që ka Ulqini. Lëvizja e ekipit nga Shkodra për në Ulqin, mendoj që është bë, edhe ka kenë detyrim në këto momente që është edhe futbolli dhe kampionati shqiptar. Është një periudhë shumë e shkurtër sepse është ndërprej kampionatit në fund muajit dhjetor dhe deri me datën e 2 ekipi ka bërë stërvitje këtu dhe kanë udhëtu ekipi për në Ulqin deri me datën 9 duket edhe mund ta shtyjnë në ditë sepse është edhe ndeshja e kupës me ekipin e Pogadecit. Stadion do të kthehen ditën e premte pas dite. Është edhe varianti tjetër që gati të ndoshta për të rikthyer përsëri. Po mu rikthyer prapë sepse infrastruktura për fatkeq në qytetin tonë është shumë problem. Fusha ku bën stërvitje vllaznia në golem prej shinut shumë është e pamundur të bëjnë se dëmtohet shumë. Në barë sinetik edhe mundësia shumë e pakët, por edhe cilësia fushës nuk është për ekipet elitare. Kështu që mundësia për me bën stërvitje në Shkodër ishte shumë e vogël dhe mendoj që zgjedhja është më ideale për këtë arsye që thash më sipër. Është një periudhë shumë e shkurtër, unë isha edhe në Ulqin me zotin Xhaferi atë ditë që vendosi për me shku në Ulqin pa me ambientit edhe infrastrukturën ku ka me bën ekipi edhe po vazhdon stërvitjet, por edhe hotelin, akomodimin që është bën ekipit. Mendoj që janë kushte për ekipe profesioniste, me tana kushtet normale për me zhvillu një stërvitje cilësore, ashtu si që kanë menuar edhe stafi. Periudha është tash shumë e shkurtër sepse nuk mund të ngarkojnë ndoshta siç duhet sportistët, por jo kam informacione se ka pas ngarkesë fizike nga 2 seanca në ditë. Është diçka problem sepse çe për ditës së sotme janë ulur ngarkesat dhe më mirë mund të themi çe për ditës së djeshme me nga 1 seancë stërvitore deri nesër. Patjetër sepse është edhe ndeshja, ajo do të ishte ideale si kupa të ishte më avonë ose ti bite një shot më i mirë vllaznisë në kupë që të kishte një ndeshje më dobët, por i ka rashorti me ekipin e Pogadecit, është një ndër këto ekipet e kategorisë parë që mendoj të jetë surprizë sepse ka investuar jashtëzakonisht shumë. Edhe mund të ketë pretendime edhe në kupë sepse është me një ndeshje kupa, ky tur zhvillohet me një takim, kështu që vllaznisë nuk i krijohet komoditet për këtë stërvitje. Pavarësisht se është bën kjo zgjidhje e mirë, por duhet shifet me kalu këtë ndeshje me sukses, mendoj që vllaznisit duhet prapë disa ditë të vazhdojnë stërvitjen në Ulqin sepse kushtet në qytetin tonë edhe të vjen keq që themi kështu, por janë të vërteta që ne do të shkojmë te një vend fqi 30 km ose 40 km larg, tu pas Velipojen, në njëjtin klim, me të njëjtin pozicion gjeografik aty edhe nuk kena asnjë mundësi për me zhvillu stërvitje ose me akomodu ekipin, por duhet me kalu një shtet tjetër, se kështu është me shku. Me që u hap kjo temë shumë shkurt, jo i vogël. Ka kohë që diskutohet që zona plazhit e Velipojit të ketë një kompleks sportiv, që të ketë të ofrohet të kushtet që i ofron sot Ulqini. Prej viteve diskutohet dhe asnjë hap, as nga qeverisja vendore dhe as nga komuniteti i biznesit, kur kërkohet nga ekipet sportive. Jo vetëm Shkodrës, por edhe sidomos Kosova që gjithë fazën përgatitore dimnore zhvillon në Shqipëri, e kërkon ta ketë një kompleks sportiv. Gatë është një problem që nuk mund marrin zgjidhje, jo pse flasim na, por edhe në terren. Në Velipojë e dim tan, ti edhe jeton shumicën e kohës aty s'ke vend për me bën një ndërtim sa do të vogël, jo kompleks sportiv. Jo, ka ambiente, ka ambiente. Jo, në afër plazhit jo, me kalu në zona në fshatra të thellë, është tjetër gjë, por në Bregdet. Mund të ketë një bashkëpunim me fushën aktuale. Po është vetëm një fushë administrohet edhe nga komuniteti katolik. Vetëm kjo mund të ishte zgjidhje. Nga kisha, por ato janë të gatshme, ja kanë dhënë Velipojë stadiumin. Zgjidhje kjo dhe mendoj që në të ardhmen duhet pa ajo zgjidhje, sepse për mua nuk është normale që të shkosh në Ulqin, edhe mos shkosh në Velipojë. Ekipi është më afër, komoditet, distancët më shkurtë etj, por vetëm mungesa e infrastrukturës dhe terrenit. Por e bën përshtypje edhe komuniteti i biznesit e mirë, nuk reagon në këtë aspekt. Kjo është edhe një biznes i imbrus për këto. Në Velipojë një dulm tokë sot nuk ka çmim, sa ta në pjesën po thomën turistike të plazhit, kurse në Ulqin i ke pafundësisht zonat e lira. Nuk ka zonë si Velipojë e Ulqini. Prandaj infrastruktura në Ulqin është ajo që ka funksionuar prej vitesh. Na kena këtë kompleks që na bën se vite për vitesh, ka dhe fusha të tjera, kurse në Velipojë i ke hapësinat e zona, është e pamundur. Është vetëm ajo mundësi që thashë te fusha që është ekzistuese, por aty duhet i bashkëpunim sepse ajo fusha shumë cilësore në Velipojë. Do të thonë duhet
çështja e pronës një herë, do të thonë që është një problem i madh domosdoshmë sepse nuk po flasim thjesht në rastin konkret për këtë temë bisedë që po jo, është shumë e rëndësishme. Që po trajton domethënë është shumë e rëndësishme, patjetër është shumë e rëndësishme, por nuk edhe ndonjë zë nga biznesi duke na ndjekur dhe e ngacmojmë. Pra nuk është zgjidhje një fushë. Pra një kompleks. Pra bëhet fjalë për një kompleks me gjithë pjesën tjetër logjistike, shtetëse domosdoshmë që është e nevojshme. Hoteliere. Pra që bëhet fjalë për një sipërfaqe mjaft të madhe që nuk është e lehtë me gjetë. Aq më tepër privati të pas parasysh pasaj që investimi shumë i madh dhe biznesi është i interesuar me një plan biznesi edhe jo për sportin. Kështu që po pra, biznesi për me bën me investuar në një projekt të tillë është një projekt shumë i madh që është një projekt që është non-stop shfrytëzohet, jo vetëm në periudhën e plazhit të verës, por shfrytëzohet 12 muaj të vitit. Dakor, po nuk është për momentin mase mund mos jetë krejt rentabel për me hyrë në atë fushë. Kjo është një problem që duhet me u investu shumë pushtetet vendore. Është një kombinim pa qeverisjen vendore dhe qendrore, kjo nuk ecën. Janë projekte mallore, nuk janë projekte. Po, që nuk mund kalojnë thjesht te iniciativat individuale te X-it apo te Y-it. Kjo verifoj që po rritet çdo ditë e kërkon investim të tillë. Pushteti vendor duhet me lut të gjithë mekanizmat që ka në dorë edhe me u investu te pjesa e infrastrukturës sportive, sepse ka nevojë Shkodra, ka nevojë rajoni, pra kur flas për rajoni, pra flas edhe zona jone dhe gjithë të tjerat, edhe jemi realist, shohim shumë shfaqje që janë të bukura, por ama për sportin bëhet shumë pak edhe duhet me u angazhu shumë më shumë në këtë pjesë, sepse në fundit deri tani sporti një farë mënyrë po marrë nga iniciativat individuale të neve dhe shumë tjerëve si ne në zonë, por nuk mund marrë përjetësisht kështu. Kështu që pushteti vendor duhet me kanë shumë më i vëmendshëm në këtë drejtim, duhet me u përfshi ndryshe. Beni, ta konsumojmë meqense u hap këtë, edhe një opinion e juaj. Grazie, na kena diskutuar, sot që kam marrë të emisionin ne kena diskutuar për pika më kyçe e jeme. Si sonte nuk është hapur asnjë. Jo, është vërtet, po ta shpjegoj. Mundësia e shfrytëzimit të një komplekse të tillë në Velipoj. Ne kemi kërkuar kompleksin Shkodrës dhe është i nevojshëm brenda territorit deri në periferi, por Velipoja një kamping për ta shfrytzuar gjatë gjithë vitit. Që të mos shkojë vllaznia në Ulqin, kjo prej këtu doli edhe nga komenti i Lazar Matis. Unë e kuptova këtë. Unë nuk do të them që halli jem nuk është i futbollit, e halli i futbollit nuk është i jemi. Se pavarësisht që do me fut patrin e sportit, por një gjë. Sot në 2026 me fol ne për me hap një kompleks sportiv, bëmë një kudo një qytetar i Ballkanit, jo i Europës, edhe me kuptuar gjuhën tonë thonë kush e di kur është bë kjo emision, kush e di kur është regjistruar dhe po jepet sonte. Atëherë, unë kam një ide, kam një mendim këtë qartë, sepse e në këtë pikë. Se çdo gjë, në qoftë se ti si futbollin, si politiken, si votuesin, si biznesmenin, cilat do kapi këtë dushtin, në qoftë se dëmi mojtë në nështrum, bën një mënyrë të tillë ku mos investon në asgjë gjë, sepse e ke mojtë në nështrum. Dhe shoqërit që janë këta presidenta, bashkë edhe me Albanin, me tjerë që kontribuojnë, siç e tha por zotni Shima, në mënyrë individuale, sepse bonus me kanë edhe këta, në qoftë se me këtë strategji që njeket për investimet në sporte, në Velipoj atje, ne kishim me kanë shumë më këtë sena sa mos më pas kanë këta. Atëherë, për me bën një Velipoj, një kompleks në Velipoj, siç e thati, janë të tonë aksesor, për qymë aksesor që janë palestra, që janë pishina, që janë gjana. Këto, jo vetëm se ai mund të kthehet mbrapsht, por ti jep një, jo vetëm një mosh, por jep një shtysë të madhe edhe moshëve të reja për me dashur me ardh nesër mas nesër, sepse këtu i kriju kushte një prind fëmin, qoftë në pallat sportit, qoftë në një palestër, qoftë në një fushë futbollit mirë, ta bjen më me dëshirë. Sepse nëse ti ke kushte, ne e dina kushtet se ç'a bin. Kështu që këtu, përveç se pushtetit lokal dhe qendrohet kërkosh tjetër sekondor, këtu presidenti duhet me menaxhu atë ç'a jep pushteti lokal, atë ç'a financon federata, UEFA me radhë se presidenti e din më mirë.
por ne jena shumë vonë me fol për këtë gjëra, jena shumë vonë. Njerëzit janë të kaluar pesimizëm për këtë, nuk besojnë më. Kanë kaluar 35 vjet, po i hekun 15 vjet, janë 20 vjet. Me kriju me bën pallat sporti duhet 6 muaj. 6 deri në 7 muaj. Me bën një stadium, nuk e di se sa ka arena kombëtare, sa ka zot, nuk e di më tepër se 2 vjet. Po janë investime mallore këto që nuk kthehen asnjëherë këta vetëm duhet. Po mirë, si pasi bëni nuk duhet jashtëzakonisht duhet. Nuk duhet menuar, nuk duhet jashtëzakonisht. Ti më shojmë kësaj temë. Jashtëzakonisht duhet më mshu. Unë të thash edhe më përpara, unë kam fol për pallat sportit, kam fol për 2-3 fusha të mulume thjesht me 2 kam shkallë, me 2 stola, mos e bën për publik, po thjesht kur shkojnë njerëzit mos tërvit me parket. Jena në një vend, një Shkodër, ku ne e dinë se çka ka basketbolli, çka ka mumja, çka ka sportet që janë nëpër salla, çka ka për shitmin, sa ka lan. Po ku jena sot? Jena të prit rradhën për me bas stërvitje. Çunat i tash, ora është 9, kanë më dalë stërvitje, vet pa çaj. Futsalla. Po, sonde do të bëjmë gjysmë orë, po, nuk vet pa çaj. Kupton? Jena sepse është grafiku i tillë. Pa është grafiku i tillë se do të stërvitet atje. Te gjys dalin ekipi vazhdon mies. Në kupton se ku jena? Te gjys. Nuk ke hapësinë. Domethënë, ne nuk investojmë për pasportit. Më falni, po jena të fol për një diçka mallore që unë jam krejtësisht dakord, po pse atje? Unë kam Shkodër ke. Kam mendimin se nëse do të jetë presioni lokal i strukturave sportive, i shoqërisë civile, edhe qeveria mobilizohet me tepër, qeverisja vendore dhe qendrore. Në këtë frym u ndërtua edhe stadiumi Loro Boriçi, se mund të ishim edhe pa stadium fare. Kthehemi edhe jetë një diskutim. Mund të ishim qendruar me atë stadiumin e vjetër, me ato tribunat. Me respektin për ty dhe për zotnit, këtu nuk investohet për me të majtë në shtrum. Kaç. Nuk do të historia. Sepse nëse po kështu e kam unë, është opinioni im, të s'ka çështje politike. Nëse mos e nëse ka 3-4 ambiente këtu, paguhet më pak, shkohet më shumë, diversifikohet më tepër, moshat njekun, atje mos në çdo gjë që fillon e thjeshtësohet. Po kështu është gjithnjë e më vështirë për me zjarr mosha, për me zjarr talente është e vështirë. Qo futboll, qo basketboll. Jesu si ndoshta është e nevojshme dhe Matia në një mundësi të ardhshme ndonjë tryezë e posaçme për infrastrukturën sportive. Ti me drejtë hapi këtë temë edhe ose doli rastisht këtë temë, por na kanë në qendër vëmendjes infrastrukturën. Realisht ne po bëjmë çështje mujtën me shoqatat, me grupin interesit, me ato bashki që kanë dëshirë për me investu, edhe konkretisht bashkia e Bushatit ka dhënë okej për fushën e Basanjes. Edhe me mirin se ta në veprimin e Bautudes që mulon Bushatin. Që ka edhe pa njësitë administrative të Bushatit, por është i fushë. Bashkiaku Kristian Shkreli. Edhe nuk e di sepse janë vonu ka shumë, sepse ja dash me fillu punë, se janë bërë tana marrëveshje me Federatën Shqiptare të Futbollit. Na i bëjmë tana shtysat tona sa kanë mundësi që t'i shtyjmë këto grupet interesit të investojnë për të ardhmen e sportit të fëmijëve. Arbëri tha shumë mirë këtë. Pa hi politikisht, majtë ose djathtë. Ne dim në qytetin e Shkodrës kanë kënë 9 fusha mbrana qytetit. Te tana janë zana janë ba pallate. Këtu janë përgjegjës te tana qeverit, se nuk ka të bëjë me një qeveri. Prandaj këto dame që janë bërë për 35 vjet Shkodrës dhe Shqipërisë nuk mund të riparohen me fjalëgojet ose me një strategji qose nuk e ka ose nuk e merr përsipër një strategji kombëtare qeveria qendrore dhe vendore. Përsëri rikthehemi tek biznesi dhe po marr një model që ja vlen për t'i vlerësuar dhe për t'i komplementuar modeli i grupimit të sportit të tenisit. Duhen lavdruar dhe duhet marrë si model se kanë ndërtuar një super kompleks bashkohor në më të mirët në rajon në Ballkan, në periferitë të Shkodrës. Gatspotishte iniciativa, një grup dashamirësh sportistësh, 3-4 vetë, 5 vetë, me sa di unë janë, dhe kanë një iniciativë private. Arbri të tha shumë mirë, miri... Arbeni, se po mi thua Arbeni. Arben, po ja kështë Arben. Kështë këtë se unë thosh mëse këna... Arben Gjaferi. Arben thosh mëse unë gabim dhe edhe investime që bahen prej presidentov sot, janë investime pasionantësh. Nuk mund të një president të menaxhojnë aktivitetin, të paguajnë lojtarët, të paguajnë gjithçka që i shërben aktivitetit, të bëjnë edhe fusha stërvitjes, të bëjnë edhe stadium. Është e pamujtur. Infrastruktura është pronë e qeverisjes vendore ose pushtetit qendror. Pakënësi ka se ka prona edhe ministri kanë prona, edhe bashkitë. Sot me çmimet e tokës në qytetin e Shkodrës ose në Velipoj që e the ti, është e pamujtur të gjesh tokë bash komplekse sportive me iniciativën e privatit, se asnjëherë nuk do të kthehet ajo. E vetmja gjë është pushteti vendor, që thirrin mendes,
të paguajnë haraqin edhe qeverisë e tjera më përpara, sepse nuk është faj direkt i këtyne, por qoftë se do me majtë këtë rini, për me pas të rinë ose të rejat për disa vite këtu, të investojnë të sporti. Na sot këna pas asamblet, edhe janë statistikat sakta, na kanë sot 1900 fëmijë pa puken, pa fosharsin, pa vodensin, vetëm pushatin edhe 1900 fëmijë, vetëm shkodra. Po pa llogarit këtu që nuk është futsalli, përfshim akoma në shoqat se nuk janë të ndarësuar edhe shpejt edhe futsalli do të bëhet pjesë patjetër shoqat rajonale ose disa ekipe tjera që janë proces të kryerjes procedurës ligjore. Edhe klubi Shiroka akoma se ka janë shumë ekipe që janë të mini futbollit. Prandaj këto fëmijë që i kena kthy, i kena bën me këto presidenta apasionanta që të kthehen te sporti, do ta kthehen bumerang shumë shpejt nëse na vazhdojmë me këtë ritme me infrastrukturën. Prandaj edhe nëpërmjet studios tuaj, edhe kudo që shkoj, edhe në takime, në emën të fëmijëve, në emën të qytetarëve të Shkodrës, të njerëzve që dojnë sportin, ne do t'i bëjmë presionin pa hi politikisht absolutisht që të investojnë te sporti ose përndryshe dalin hapën t'i thojnë shqiptarit ikni thënë qafën prej këtu, se në dona qirinia mos rrin këtu. Se s'ka tjetër strategji. S'ka strategji, nuk ka si. Me çfarë do të traktohet rinia sot? Shkojnë të përdorin ashashin, shkojnë të pinë nëpër kafe, s'ka tim tjetër. Pse duhet me kritiku ne fëmijët tonë që shkojnë nëpër lokale, pse duhet me kritiku fëmijët që rrinë nëpër celulare kur ne japim mundësinë tjera? Mundësi tjetër. Japim mundësinë, mas në sportin nëpër shkolla ka vdek, dikur i jo moni mend shumë mirë, ka kanë janë bë spartakiada, janë bë aktivitete, po ku mi bë sot? Sot në përborë shkolla kanë vuk kioska, kanë bërë ndërtime, kanë bërë gjëra, morti kanë bërë s'ka problem punët e tyre, punën e tyre nuk i hiç këtë pjesë. Çështja është që po shkon Vilipoviçi edhe e mylli, po shkon Vilipoviç rreth Shkodrës, ke vende ku mundesh me bë ambiente sportive. Nuk flas vetëm për pasportin, s'ka rëndësi, pa dhe sporti o zgjidh, çe okay. Për ta mbyllur me gjendë se kemi zotin Matia këtu dhe është shumë afër me kreun mall të FSHF-s Duka. Në takimin e fundit që Duka ka inspektuar gjithë këto terrenë sportive, kam qenë prezent kur i ka tërhequr vëmendjen një ambient të guri lezi, një fushë e vjetër, që kur dha një pëlqim, a mund të adaptohet e mini stadiumi, aty janë zhvilluar ndeshje spartakiada, Elmiri e di mirë atë situata, po diku do afër, u dha një mendim, nuk e di se ju jeni më saktë se bashkë me inspektuar këto fusha, i kena marrë këto toka, fusha që thuti edhe në Bërdic, janë pronat bashkisë, janë pronat për moment janë të lira, por janë me parametra shumë të vogla, nuk mundesh me bën një kompleks ose një fushë futbollit birfill me ata projekte që kërkon FIFA apo UEFA. Nuk i ka 80 metra gjatë, është e matën, absolutisht jo. Nëse po them të zhvillohet Olimpiada dhe kampionati evropiane, po ti shërben ekipe. Projekti që sot mund t'i bërë Federacia Shqiptare të Futbollit, edhe federata jeni sigurt, sikur 20 fusha të ketë mundësi sot mund ndërtuar në Shkodër, federata me dashamirësinë më të madhe i hedh Shkodër. E ka detyrim për Shkodrën, e ka detyrim për infrastrukturën e dobët që ka Shkodra, e ka detyrim për historinë e Shkodrës, e ka detyrim për këto fëmijë që stërviten. Prandaj duhet një punë më e madhe me pushtetin qendror dhe vendor. U diskutu për të uzinat Telav, dështej projekt. Shumë u diskutu. U diskutu dhe mendoj se ishte një projekt gati në përfundim, se çanolli nuk e di. Është mbyllur pista e uzinës Telav? Nuk funksionon më, nuk shifet më ajo ide kërkun, nuk ekziston. U dhan projekte. Po u bë ecë, u avancu, po nuk e di mund të ketë edhe probleme ligjore, nuk e di nëse janë pjesë këtu në strukturave, po them të pushtetit të qendrorës së vendor që ti di më eksakt, por dështoj, nuk është vetëm aty. Bashkia sikur edhe ta blen tokën, sikur ka edhe tokën këtu, është një tokë që kemi menduar në Golem, është e bazë bujqësisë, që as i gjan si shërben, e shohim çdo ditë sa në rrugë, aty s'ka si lidhje me bujqësinë, vetëm thjesht duket të ekziston si bazë bujqësie. Këtë mirë mund të shërbejnë futbollit, e nëse nëse ndërtohet infrastruktura, mund të rikthehet prap bazë bujqësisë, se toka aty met. Prandaj janë projekte që nuk mundet me iniciativë. Të gjithë sa thatë, pak së fundi këto projekte dhe këto pika, besoj se nëse është duke na ndjekur dikush nga kryesia e Bashkisë Shkodër, duke nisur nga kryetari, nën kryetar, apo stafi i drejtues, besoj se kanë marrë një nxitje dhe një farë orientim, jo se nuk e din, po paktën pasi të përfundojnë të gjithë këto situata të tjera problematike. Na shkojmë edhe shohim në Prenjas, po ndërtohen 2 fusha, Bashkinë e Prenjasit, që si ka banor sa ka bajsa. Shohim Liberç që po ndërtohet ndërtu stadium, po bëhen fusha, në qytet Lushti 4 fusha me barë sintetik. Nuk ka tjetër mundësi ose tjetër formë për me zhvillu sportin,
futbollin deri te këta mosha 13 deri ose 15 vjet, nëse s'ka na fushat me bashkë politik. Edhe investimi me këto duhet të jetë i pushtetit vendor e qendror në bashkëpunim me federatën. Pjesa e biznesit nuk e shoh që është interesuar për me investu, na prap do t'i inkurajojmë, do t'i mbështesim sa të mundna, por nuk është investim që mund të kthehet shpejt sepse ne dim edhe të ardhmen si sjell futbolli. Aq më tepër duhet theksu kur nuk ka një ligj për fill sponsorizimi siç e ka të paktën Kosova, e marrim Kosovën gjithmonë sa shteti më i ri në Evropë, edhe nëse janë kërkuar afër Kosovës, ligji i sponsorizimeve, edhe ligji për sportin që e përdorin shpesh me këta dy terma, nuk është ekzistues, është formal. Bëm mirë se e hapim, ndoshta spontanisht, po konsumuam aq sa pa të mundësi një temë që është shumë e rëndësishme dhe shpresojmë të kemi dhënë mesazhe të drejtë për drejta, sidomos për qeverisjen vendore dhe atë qendrore, por edhe për biznesin, që Shkodra ka nevojë për infrastrukturë, për investime në terrenet sportive. Kalojmë direkt aty ku e lam tek Vllaznia. Shimaj, si shikon këtë Vllazni që është gati të startojë sezonin e ri, vitin e ri 2026 me njëherë me Kupën e Shqipërisë. Ka përballë një Pogradec, zoti Matia theksoi, është ambicioz. Dhe Pogradeci mund vi për surprizë Shkodër. Po flitet se mund të tekniku Martini dhe kolegët e tij të stafit teknik mund të aktivizojnë edhe element të ri apo për të testuar, por gjithmonë është një ndeshje teke dhe duhet kaluar. Kupa nuk fitohet pa u kaluar turi. Besoj se Lazari është shumë afër Vllaznisë dhe njeh më mirë atë situatë dhe mos e mund personi kompetent për me analizuar diçka të tillë, sepse teknologjia përgjithshme. Sigurisht, do të thënë gjithmonë një sy e kena te Vllaznia, por kena shumë edhe angazhimet tona dhe nuk është se jam aq i informuar 100% se për situatën mbrana skuadrës, por në pamje nga jashtë nuk mendoj që duhet me diskutu, patjetër që edhe Pogradeci edhe ka shumë skuadra të tjera të kategorisë parë që po rriten edhe në përgjithësi skuadrat edhe në nivelet disi më të ulta po rriten edhe po rritet cilësia, domethënë edhe rritet edhe gara. Dhe pse jo, futboll është, por besoj që duhet me kalu deri në një moment të diskutueshëm. Shpresoj që Të fjej, sa i përket merkatos për momentin skuadra është thënë që i ka lojtarët e duhur, nuk ka shumë nevojë gjithmonë janë shprehur drejtuesit e Vllaznisë se nëse do të ketë në goditje ndonjë emër konkret të nevojshëm, janë të hapur për bashkëpunim, por me këtë kontingjencë që ka skuadra, mendoni që është e gatshme për t'i përballuar me sukses pjesës së dytë të sezonit? Mendoj që po, për më tepër edhe kjo pushimi mes dy fazave që erdhi tash në fund vitit deri me neshin që do të bëjmë me Pogradecin, erdhi në momentin e duhur për mendimin tim, sepse kishte disa problematike me disa lojtarë që kishin kërkesa fizike. Kanë kaluar gjithë që pas informacione janë gati. Po, këtë po dosha me citu dhe me atë çfarë di edhe unë që kam informacion i kanë kaluar dhe janë 100% të gatshëm për me neshin e rrallës. A loshin as loshin këtë pastaj rrin trajnerit me vendos, por mendoj që do t'jetë neshje fort, po thamë që Vllaznia do t'a kalojnë turin në Pogradecin. Por mos harrojmë se në kupat e mëparshme kanë qenë disa rezultate pak të vështira për të kaluar. Kujtoj Flamurtarin që u kalua në kohën shtesë. Apo ishte Besa Kavajës në një tur tjetër që i kiroi vështirësi i Vllaznisë. Kupa ka specifikat veçanta, domethënë mos harrojmë që po shfrytëzoj rastin tani me sjellën dhe mendje që në vjeshtën që i kaloi ishim në Korçë ne si Basanja dhe arritëm 90 minuta me marrë barazin. Basanja me Skënderbeu potent. Në Korçë, në fushë shtesi i përmbysur. Po pra, edhe kështu që domethënë futbolli ka ata surprizat e veta, por gjithsesi Vllaznia besoj që kena pas të një rast në Velipoj me Adem që përmendni Dinamo. Kena eliminuar Partizanin me Faruk Selini me trajnerin Argentinas që i morën Argentincin 15 lojtar të huaj që kishte mbledh Dinamon në ekipet më të mira tana kohën edhe fituam në Velipoj 1-0, në Tiranë 1-1. Ka me dy ndeshje. Kështu që me dy ndeshje vajtëra dhe kështu që këto ndeshjet e kupës nuk ka që humbë Pogradeci. Tërmuni Pukës pati eliminuar apo pati mundur të bëjnë kulmin. Të ki Basanja rasti konkret me Korçën. Kështu që këto ndeshjet e kupës kanë këtë specifik sepse shpeshherë edhe ekipet si Vllaznia, ekipet elitare, ndoshta edhe vetë lojtarët nuk karikohen shumë
rrujnë edhe energji edhe ngarkesat e bojnë punën e vetë, prandaj kjo ndeshje gjithsesi nuk duhet ne vlerësu, duhet vlerësu, edhe ka vlerësu ndjenjë teme. Është vlerësuar stafi, vetë përgatitja e skuadrës është e tillë presidenti. Nga kupa tek kampionati është kryer ndeshja e vitit, më themi, është një finale parakoshme Vllaznia Egnatia me 14 janar në orën 17 sipas informacionit përsëri në Loro Buriçi. Sot javë. Po, sot javë fiks. Kampionati është i njëshëm. Ne do të vim direkt nga stadiumi në emision. Është shumë i shpejt sepse do të marrin aktivitetet shpejt për arsye të kampionatit botëror që zhvillohet në Meksikë dhe në Amerikë. Edhe ndeshjet e kombëtarës eliminatorët që ndërpret kampionati në grumbullimin e kombëtarës. Kështu që janë të njështa ndeshjet edhe këta problematika që ka kaluar Vllaznia me damtimet, inshallah nuk kthehen sepse Vllaznia gjithmonë ka nevojë për lojtarë ekipi, gjithmonë ka nevojë për pozicione dublume. Por Vllaznia dhe sikur mos bëjnë merkato, vetëm t'i vinë këto lojtarë në formën optimale, Vllaznia ka kontingjentin më të mirë se asnjë ekip tjetër. Kështu që duhet rikuperimi i tyre, patjetër edhe vlerësimi maksimal, sepse nuk mund të delësh kampion ose pretendimin që ka Vllaznia maksimale, nëse nuk i merr ndeshje dikani. Si ndeshje me Egnatin, mendoj se janë të ndeshjet e Superligës. Mirë, nga kupa në kampionat dhe direkt me Egnatin. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Është shumë e vështirë, por nuk është e lehtë, por besoj publiku e pret me shumë interes. Besoj, jam dakord me atë që tha Lazari pak më parë, domethënë që nëse grupi ka përçani plot dhe janë rikuperuar gjithë ato dëmtime që mund të kenë ashtu, besoj që Vllaznia i ka kapacitetet me përballu. Pastaj futbolli është futboll. Edhe një mendim nga Xhaferi për Vllaznia Egnatia, është një finale parakoshme. Me Egnatin ne e dinë se si kena marrëdhëniet kur janë në fush. Për mua ka me keni ndeshje shumë e fortë, sepse të gjithë e kujtojmë se si shkoi ndeshja e kaluar me Egnatin që bëmë në Rogozhin, ku ata na morën një barazim në minutet e fundit. Për post më thënë edhe polemika e mas ndeshjes me Aleksin, me trajnerin tonë, dhe mendoj që do të jetë një ndeshje që ka me kanë me marrë vëmendjen qysh mas nesër që do të bëjmë përgatitjen, thamë që do të marrin vëmendjen e ndeshjes. Shpresojmë ta kalojmë me sukses, nuk e di. Një sukses e Vllaznisë, jurojmë me kthim sa më të shëndosh dhe me karikim të skuadrës ditën e premte, pas ditë rikthehet ekipi Kuçiblu në Shkodër për të qenë gati për të shtunën pas ditën në orën 16 për bëj përgatitjet në Loro Buriçi. Takimi për Kupën e Shqipërisë, dhe ndoshta mund të ketë një rikthim përsëri në Ulqin për të përgatitur për ndeshjen e superiores me Egnatin. Kalojmë tek futsalla, regjia ka pamje nga Ulqini, të cilët ku Vllaznia ka luajtur 2 ndeshjet e para, këto janë pamjet që vijnë nga pallati i sportit Marshall Tito. Marshall Tito, një emër se nuk është ndëruar. Interesant, nuk është, e kanë mbajtur shumë qendra figurën. Pse ti nuk je ide si Marshall Tito sot komplet Jugosllavia, po gëzon infrastrukturën e Marshall Titos, sot Jugoslavia, Kroacia, Slovenia, të shtete, po gëzon infrastrukturën në çfarë do lloji aspektit të Marshall Titos. Edhe një ndërtar është edhe ky që ka marrë emrin dhe apo qysh në kohën Por ku drejton të Tito. Dhe shive, ky pallat sportit ka një tipologji, nëse kamera është në krahun ku rrin tifozët. Ky ka një tipologji. Është me 2 kate, ka pjesa poshtë dhe sipër. Dhe me pak shumë me dritë me xhana të jep pak pamjen e një pallati që është i dorës 2 ose 3. Por këto mend nuk mungon xhanat. Për shembull ke kondicionimin, ke aspirimin. Banjët ke xhana, por mi gjitha ke parketin që është në mënyrë ekselente, luhet mirë, është fushë mirë. Unë kam pas një kontakt, një intervistë me Halil Trumen, që është një nga drejtuesit kryesor të sportit të Ulqinit, madje edhe kryesisht i futsalles, dhe i ka folur me shumë konsiderat për këtë ambient, pra ishte... Jashtëzakonisht ka drejt. Ai duhet përgëzuar Herr Halili për organizimin e tillë që ka, nuk e di, më duket 10 vjet që organizon. E përshëndesim Halil Trumen nga kjo studi, sepse është me të vërtetë shumë simpatik. Dhe djalë simpatik dhe mënyrën e organizimit që e bën një mënyrë shumë korrekte, shumë serioze, jashtëzakonisht serioze, ku arbitrat janë të Federatës të Malit Zi, dhe mënyra se si na presin, mënyra se si ata kur e marrin vesh se do të marrin pjesën e ne, domethënë na respektojnë shumë dhe janë më përgëzuar për këtë gjë.
direkt e ndeshjet, 2 ndeshje, e para barazim dhe 2 humje, para ishte fatale, kur kryesua gjatë gjithë ndeshjet, dhe në sekondin e fundit e kretë ndeshjes, kur tabela elektronike fiksonte edhe 1 sekond, Vllaznia penson gol dhe e barazon Ballkan Eagle me stadion ekip privat. Ndërkohë në ndeshjen e dytë jeni mundur nga ekipi i Zogaj dhe që është i Zogave, jo Zogave. Jo Zogave, por është një fshat nga Malizi, aty afër krajës. Vetëm emrin ka Zogaj ekipi, sepse lojtarët i ka të gjithë nga Kosova, nga Titogradi, nga këta nuk ka ekip autokton. Edhe nga perëndimi. Edhe nga perëndimi që vinë, ka njerëz që vinë edhe pushime me marr pjesë te këtë turne. Është e vërtet, ndeshjen e parë e hub me ne, nuk e fitoi kundërshtari. Ishte një nënvlerësim nga ana jonë në sekondën e fundit, në 5 minutat e fundit, por ky turne këta specifika ka, sepse këto tipologjia ndeshjeve nuk është siç është në kampionat ku çdo faul, çdo dalje topit jashtë nalet koha ec, këtu janë 2 pjesë me nga 20 minuta të panalshme. Dhe ti duhet me pas vëmendje se nuk duhet me prit që arbitri po t'i bën bërbyli se lojtari mund ta fillojë ndeshjen e pa ra bërbyli. Dhe ishte një moment këtë i përgjumë nga ana jonë dhe morë me golin e barazimit. Ndeshjen e dytë, si të thash me ekipin e Zogaj, një ekip pretendent për 4-shë, minimalisht. Edhe ajo ishte një ndeshje shumë e bukur, unë përgëzoj dhe gjej rastin me falenderu dhe tifozët e Shkodrës. Disa djemë shkodojnë që jadëm në pa, ata në përgëzuar në mrapa të pak të nuk të nashme të pa futbol, pa i futbol i bukur e hupme, por kena ndeshjen e fundit ku është... Pa shkurtet në ndeshjen e fundit, golet në ndeshjen e parë, autor të është me interes të autor të golet kanë ken Alsita Fili, ka ken Aridi Pagjia, Semir Eseni edhe Semir Gokaj. Në rendite nuk ka ken kështu, por këtu kanë ken. Kena shku 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4. Nesër është ndeshje vendimtare. Përballë një ekipi dhe ky privat me një emër HSO. Patika OHS. Patika është një emër ku në Kosovë përdoret për kpucë, i thojnë kpucëve. Kështu që ky do të jetë është kombinacion i biznesit. Është një kombinacion i biznesit, por është shumë e rëndësishme, fitoria juaj ju kualifikon. Neve na kualifikon edhe barazimi, pa na shkojnë vetëm për fitore, po edhe barazimi ju kualifikon? Me 2 pikë mund ta kaloni grupin? Mund ta kalojmë sepse ekipi që është në vendin e fundit, sepse dalin 3 ekipe nga 4, ekipi që është në vendin e fundit ka marrë ndeshje dhe është me 1 pikë. Me ekipin e Ballkanit, Po, Ballkani është me 1 pikë. Edhe ne jemi me 1 pikë aktualisht, por jemi një Ballkani sepse Ballkani ka golorazhin e keq, sepse ndeshja e fundit ka hangër një golorazh minut 7. Mira shkurt kësaj gjë, ne nuk shkojmë për barazim, shkojmë për me fitu, por tipologjia e skuadrave atje është se ti nuk i njeh. Sepse bahen vetëm për këtë turne, dhe ti nuk i njeh. Kur shkon aty, gjen lojtarët që ti ndoshta mendon që është me një ekip X, por është me këtë ekip. Dhe shpresojmë që nesër të marrim minimalisht barazimin dhe maksimalisht fitoren, djemtë në sonë të Ostërvit dhe shkojmë vetëm për këtë gjë. Ne i kena vu objektiv çuneve daljen edhe nga turri 2, domethënë me shku në Teçe. Po dojmë me mirë, po s'dojmë atëherë mos na do diskutojmë. Jo vetëm Teçe, po sipas deklarave tuaja, drejtuesit e futsallit sudanë ju keni objektiv trofeun. Unë kur flas për kampionatin, gjuj nelt. Kur janë për turne, okay, dakord, jam krejtësisht dakord, po për mua ka rëndësi kampionati dhe kupa. Jo po rëndësi edhe këtë turne sepse është një turne shumë i rëndësishëm, qoftë nga ana financiare pse jo, por nga ana me pasë ku je me skuadrën, ku ke nevojë me përkit lojtar, me skemë me gjëra. Por rëndësishme që i shërben vllaznisë këtë turne. E kolaudon skuadrën. Edhe për vazhdimsinë në kampionatin shqiptar. Tash unë nuk i përgëzova djemt e kanë marrë serioziteti është maksimal i tyre. Të flasim qartë, ndeshja para dytë ka një ndeshje shumë e mirë, pavarësisht disa gabime, ata duhen përgëzu sepse janë tu impenjuar jashtëzakonisht shumë. Katër emra i përmendëm, edhe pjesën tjetër të skuadrës. Pjesa tjetër, domethënë, ne po fillojmë nga 2 portierët e Behari, Tafa. Është Jaja portier bashkë me Tafa, bashkë me Beharin portier i parë, atëherë ulën me Tafili, Gokaj, Gjoklej, Çokaj, Hyseni, Djepagjia, Çardaku, Ivziku, shpresoj që mos ka marrë kënd. Mesi jo, këtë vjet nuk është, kena Boshti. Këto janë 12 vjet janë. Shpresoj që mos kemë marrë një ose ka marrë kërkaj falën. Një thirrje publikut nga kamera, orën për nesër që nesër ora 19 tek Pallati i Sportit Marshall Tito, zhvillohet ndeshja e fundit për fazën e parë të turneut Ulçini Open. Suksese. Kalojmë herë tek asambleja, siç thamë më herët, në fakt ne donim ta hapnim çiftin ngjarjen më kryesore, në një farë mënyrë bëri një hapje prezantuese zoti Matia që fitoi mandatin e dytë. Por tashmë po flasim disi mëgjërësisht, kemi pamje pikërisht nga zhvillimi i asamblesë dhe zoti Matia tashmë në cilësinë e kryetarit edhe një përmbledhje jashtë atyre që thatë më herët.
Ne interesojnë më tepër shifrat, ti përsërisim, shifrat që kanë luajtur, sa ndeshje, grup moshat, arritjet e shoqatës të kategorive. Sot ishte bilanci i sakt, i nxjerrë nga sistemi Komet për ndeshjet, për numrin e fëmijëve, dhe për gjithë aktivitetet që ka zhvilluar shoqata nga asambleja radhës para një viti deri sot. Shumë serioze, shikojmë edhe interpretimin e hymnit. Patjetër, sepse duhet ditë që Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqatat i kanë ndërtuar në atë standardin e federatës, që janë kushte të mira, sepse edhe ambientet e stadiumit janë shumë komode, por edhe vetë organizimi edhe standardi që federata i ka ndërtuar këta shoqata dhe ka kontribuar për me ndërtuar është shumë i mirë. Është për të theksu numri i madh i fëmijëve edhe rritja atyne në kohën e kundërt me trendin që ka largimi i trive nga vendi. Ky vit ka pas një rritje të dukshme të numrit të fëmijëve nga mosha U7 deri në U17, se këto grup mosha aktivizojmë na për momentin si shoqat. Kena fut për herë të parë kampionatin U7, kena rikthy kampionatin U17 mas disa viteve ndërpremje, sepse lëvizjet që pas strategjia zhvillimit të futbollit moshave i penalizoi shumë akademi, shumë shoqata që të damtojnë ekipet U17 dhe u pasi domosdoshmëri rikthimi dhe kena rikthy kampionatin me 6 ekipet tona dhe 2 të lirës, edhe kena kthy U17. Ajo që është për më u theksu, ne kena zhvilluar shumë aktivitete jashtë këtyre grup moshave. Shoqata Renale është i vetmi institucion në veri që ka tagër dhe tagër ligjor që mund të organizojë turne dhe aktivitete të organizume për futbollin nga gjitha grup mosha. Kombëtar dhe ndërkombëtar, siç kanë qenë në bashkëpunim me zotin Podgorica që drejton edhe Shkodra Sport Event. Kena zhvilluar 3 aktivitete me Shkodra Sport Event me numër shumë të madh fëmijësh, 3 kupa që janë zhvilluar gjatë periudhës njëvjeçare. Kemi marrë pjesë edhe kena kontribues shumë të rëndësishëm bile në organizimin e kampionatit botëror që policia IPA, organizata policisë IPA ka organizuar, një organizim perfekt për disa ditë me 600 sportistë dhe edhe stafe nga gjithë Evropa edhe përtej, se ka pasur nga Japonia, Katari etj, një numër shumë madh të punonjësve të policisë. Kena marrë pjesë prapë si shoqatë edhe në Kupën Misia që organizojmë iniciativë zoti Hysen Zmijani, duke sjell ekipin veteranët të Vlonës, veteranët të Vllaznisë, disa legjendat kombëtarësh të viteve 80-90, edhe një ekip të shqiptarëve të Michiganit që janë shumë të organizuar në Amerikë, që kanë ekipin e këtyne. Këto janë disa për aktivitete, por ajo që është për mu theksu prapë që ja vlen, është edhe kampionati i mini futbollit ose 5x5 që luhet për herë të parë. Mbi 40 vjeç. Shumë gjë e gjetur e veçantë. Kjo ka qenë prapë iniciative jona që duke pa që në shumë vende të botës zhvillohet kampionati i veteranëve në fusha të mëdha, jo më në fusha të vogla, ne kena pasur të arsyeshme edhe të domosdoshme që të fillojmë me 8 skuadra si fillim, se aq kishim mundësi edhe për ta menaxhu. Normalisht me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit, se çdo projekt që na ndërmarrim ose projektojmë, do të konsultojmë me Federatën Shqiptare, me departamentin teknik federatë, dhe kena marrë okay që ky aktivitet zhvillohet edhe me thënë të vërtetën na e kena prit pak me pak kurështi edhe na vetë që i kanë organizuar këtë, por ka kaluar çdo peshmëri tonën ky aktivitet. Ju jeni vetë prezent si ti edhe mirë, si një pjesë edhe këtyne grupe që lozim, nështë me minuta më të pak se janë edhe damatrisë. E kam parë shumë aktiv në fushën e lojës. Edhe është një kampionat që ishte befasuese. Ka zgjuar edhe interesin e shoqatave të tjera në Shqipëri dhe mendoj që ky vit i parë që zhvillohet në Shkodër edhe në Shqipëri, mendoj që të bëhet edhe në shoqata të tjera dhe të bëhet një kampionat kombëtar ose një play-off me ekipet fituese ose me përfaqësuesit shoqatave edhe qytetit dhe e mira është të rritet edhe më tepër jo kena mosha pjesëmarrja mbi 50 për shkak. Do të ishte edhe më me interes. Ne nuk kena ata që vendosim, na thjesht kena kërku grupet e interesit edhe ne mendojmë për momentin ta bëjmë në rang institucionesh, se kështu e gjithë me formulën më të mirë, edhe vetë drejtuesat që këtyre ekipit që morën përsipër me organizu këto ekipe u vendos kështu mi 40 vjeç. Edhe mendoj që është një moshë që për arsye objektive, për arsye të ndryshme, karrierët e punit, të ndërtimit të familjes,
ndoshta i lanë tana gjanat edhe merren më shumë me punën e lanë sportin, edhe ata që kanë luajtur futboll profesionist e kanë shmang, është një moshë që duhet aktivizu. Edhe sot të ky aktivitet marrin pjesë 8 ekipe, marrin pjesë mjek, drejtori i spitalit, drejtori i tatimeve, drejtori i ushqes, janë inxhinier, janë ekonomist, janë financier, bashkia, janë ekipi bashkisë, veteranët e vllaznisë, kryetari i bashkisë Rudi Vega për shembull. Domethënë është një aktivitet me atë klasën e tij është po janë një pjesë që kanë luajtur futboll dhe një pjesë që ndoshta kanë luajtur futboll amator, por tash dojmë me ushtru sportin edhe për arsye shtetit. Po ky aktivitet mendoj që do të zhvillohet edhe vitin tjetër, por zhvillohet me ekipe më shumë, sepse kanë shfaqur interes disa grupe të interesit që duhen kërkojnë ata mu përfshin. Prandaj janë jo vetëm ky aktivitet, por tani këtë që përmenda e rrisin numrin njerëzakonisht shumë të njerëzve që merren me sport dhe kjo është qëllimi i shoqërisë tonë, që të ketë sa më shumë fëmijë kryesisht, por pikërisht për ta, edhe nga ato që sot u zvotuat përpara asamblesë, disa nga projektet më kryesor, më të veçanta për mandatin e ardhshëm tuaj si president i rajonal. Na vazhdojmë projektin sepse jena në vazhdim të projekteve. E para është zhvillimi këtyre kampionateve nga U7 deri U17 që i drejtojmë dhe janë rreth 1600 ndeshje në vit që zhvillohen, janë ndeshje të jashtëzakonisht shumë. Edhe këto ndeshje dojnë mjekun, dojnë delegatin, një pjesë e këtyre 13 e sipër kërkojnë arbitra, do në organizim çdo javë. Infrastruktura thash është një problem i madh, por objektivat e shoqatës tonë dhe shoqata, sepse ne jemi një shoqatë që kena në përbamjet tonë 21 antar dhe mendojmë që deri në qershor gjejmë kohën e përshtatshme të hapim të thirrëm në një asambleje të jashtëzakonshme për antarësimin dhe kena disa shoqata që do t'i antarësojmë. Edhe sa më herët futsal janë ekipe të tjera. Klubi Shiroka se akoma janë pjesë zyrtare. Janë disa shoqata që janë proces të përgatitjes dokumentacionit, një pjesë dhe kanë të rregullta dhe ne do t'i antarësojmë shoqatë sepse është edhe detyrim, sepse vetëm shoqata mund të ketë drejtën e organizimit të këtyre torneve, por në thelb mbetet rritja e numrit fëmijëve, si djem edhe vajza, që të merren me sportin e futbollit, të kena sa më shumë fusha, punojmë me ato që thamë në fillim, të bëjmë ato presionin gjithmonë pozitiv, sidomos te pushteti vendor, te biznesi kush ka mundësi, te shoqatat që kanë mundësi që të himë në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, edhe brenda jurisdiksionit të shoqatës tonë ku ne operojmë, ketë sa më shumë fusha se kudo që të ndërtohet një fushë. Nëse ndërtohet në Valdens apo në Malësi të Madhe, aty fëmijët do të stërvitin, aty fëmijët do të lozin futboll, do të shërbejnë komunitetit, do të shërbejnë njerëzve, mosha të ndryshme, por veçanërisht fëmijëve. Edhe del te kjo që këta janë projekte përtej futbollit, se gjithë nuk kanë më luajtur futboll profesionist, por nëse na thojmë do të më majt këtë trit, edhe ta ndalim këtë hemorragji, një në këto element për më ndalu është edhe infrastruktura sportive, duke ndaluar nëpërmjet sportit, sepse shohim që shumë familje, si të moshët, po edhe të ekipi vajzave, largohen vetëm për të krijuar fëmijës ndoshta hapësina edhe kushte më të mira për me shkuar me luajt në Itali ose në Gjermani. Edhe duke pas edhe këto problematika që ka këtu, merr letër dhe çan ik dikun familja për mi shërbyer dhe fëmijës. Po të paktën ata që kanë pasur futbollin kanë mundësi ta ushtrojnë edhe këtu. Futbolli sot në Shqipëri duhet pa edhe si biznes. Nuk është thjesht vetëm aktim. Aktim është për këto moshat si na, për këto që lozin futbollin amator, por një pjesë e mirë mund të përfundojnë sot edhe te futbolli profesionist. Një pjesë e mirë aty të garantojnë jetën. Na sot kanë në kombëtaren e madhe Shqipërisë 4 lojtarë që lozin në klubet më të mira të Evropës, nga Malësia e Madhe, Shkodra. Domethënë janë edhe të vllaznia, domethënë janë hap rrugët. Sot ndoshta me drejt ose pa drejt Federata Shqiptare e Futbollit ju ka krijuar mundësi tana klube që të marrin lojtar nga shtete të ndryshme, dhe kryesisht Afrika. Edhe kjo han diskutim. Ndoshta do t'i shërbejnë për mirë, ndoshta edhe për keq, por mendoj që Shkodra me këta ritmit që ka, me numrin e fëmijëve, me dëshirën, me historinë që ka, mendoj që nuk ka shumë nevojë për të sjellë shumë kontingjent nga vende të tjera, po më mirë edhe me kosta më të ulët mund t'i prodhojnë edhe vetë këtu, sepse historia dhe tradita nuk mungon. Matia, folim për sukseset dhe realisht sukseset në shoqatën tuaj janë prezente. Por këtë suksese i keni arritur edhe me bashkëpunëtorët tuaj më të afërt, diçka për kolegët më të afërt të zyrës tuaj, të stafit tuaj, që
që keni shoqata rajonale funksionon me kryetar, drejtor teknik dhe sekretar. Këta janë personat që janë administrata e shoqatës rajonale. Por normalisht tanë kanë kontributin e vetë, kryetari pa këta, por kryetari pa këto shoqatat, pa dashamirësinë e këtyne, pa mirëkuptimin e këtyne, pa vullnetin dhe dëshirën e mirë që këto shoqata ta njekun këtë punën e pasionit, sepse gjithçka është pasion, këtë nuk është interes i madh të përshtat me futbollin. Ne do të ishim dështim. Mendoj që cilësi i suksesit ka qenë bashkëpunimi i shoqatës rajonale me tana shoqatat, për çdo vendimarrje që na kërkojmë të marrim, po konsultu me shoqatat, nuk marrim asnjë vendim, edhe shoqatat normalisht vendosin për ata që mendojnë më mirë për veti, normalisht duke u konsultuar edhe me grupet interesi, sepse nga funksionojmë si mini federat realisht. Sot po të shohësh hap faqet sot a luajti ndeshje veteran që Pametun, ka luajtë bashkia me Osherin e ke në të faqja e federatës identik sikur luajnë ekipi Vllaznis me Egnatën nesër. Domethënë janë disa standarde që shoqatat rajonale, por edhe jona për tan Shqipërinë e kanë arritur sepse janë standarde sot i kërkon FIFA, UEFA. Prandaj na me bashkëpunim kanë arritur gjithçka dhe me këtë frymë bashkëpunimit mendoj që edhe në të ardhmen shoqata jonë do të jetë model në organizim, model në numrin e fëmijëve, model në shumëllshmërinë e aktivitete, përfshimja e sa më shumë grup moshave në sportin e futbollit, sepse historia që na kena, dëshira që kanë njerëzit nuk mjafton, por duhet edhe organizimi, dhe organizimi vjen nëpërmjet zyrës së shoqatës rajonale, që na kena marrë përsipër me drejtu dhe shoqata na kanë besuar ne edhe për 4 vjeçarin e ardhshëm. Përgëzime për gjithçka keni arritur, vetë mandati i dytë që morët sot tregon për punën e mirë dhe besimin që kanë edhe antarët e kësaj shoqate që ju drejtonin në Shkodër. Kalojmë tek futbolli, kategoria 2. Në studio kemi presidentin Basanja FC, një nga skuadrat simpatike të grupit B të Qarkut Shkodër, i kemi Basanjen, Shirokin, Tërbunin e Pukës, Besqi dhe Lezhës, pa llogaritur ekipet e tjera që janë të këtij grupi. Edhe tjetër ndjes, Velesiku i Koplikut, një nga skuadrat me shumë traditë që drejtohet nga trajneri shumë pasionant Besnik Duli. Velesiku është i pashmangshëm, është i hershëm, por që nuk po gjen akoma atë kolaudimin e duhur për të kapur kategorinë e parë, sepse për vitesh edhe ka luajtur në këtë kategori. Një panoramë përgjithshëm për Basanjen FC, me qenë se jemi me ju në studio, pastaj edhe për rivalet tuaja në këto përgatitje për pjesën e dytë të sezonit. Të më thonë, që para fillimit kampionatit, pa që në verë, ose më saktë që kur u mbyll sezoni i kalum, në fakt i kishim vënë një objektiv vedit, si klub, të më thonë që të japim mundësinë djemve të tanë që të rriten, dhe më thonë, edhe të rinjve që dalin nga akademitë e Shkodrës dhe të rajonit, që më thonë, që të japim mundësinë për të ekipit të rritur vetë. Dhe ky ka qenë edhe ai fokusi jonë, dhe më që të ndërtojmë një ekip sa më shumë bio, dhe më thonë, me prodhim të zonës, dhe më thonë që të mos kalojmë në atë që është basi trend tashmë, dhe më thonë, me lojtarët e huaj, edhe pranaj ky ka qenë e fokusi, ku jemi fokusuar në ndërtimin e ekipit para fillimit të sezonit. Kuptohet që kjo do në atë kohën e vetë, kjo punë do në atë kohën e vetë, sepse djemë të ri që realisht kanë talent, por që vinë nga ekipet e moshave, dhe në një moment kalimit në një nivel tjetër të futbollit të rriturve, pavarësisht se ndoshta në pamje të parë duket si një nivel jo shumë i lartë kategoria 2, por ka shumë garë dhe aty domethënë nuk është shumë e lehtë kalimi nga futbolli i moshave te futbolli të rriturve. Ka atë vështirësinë e vet, sidomos te përshtatja dhe gara nuk është e lehtë dhe kjo na ka marrë pak kohë. Por besoj që është bërë një punë e mirë, pavarësisht se disa rezultate ndoshta na kanë mungu diku për, ta themi se në Shqipëri jetojmë, diku për arbitra, diku për mangësitë tona, diku për një gabim individual të X-it apo të Y-it. Keni pas aty të ndeshje pretendime për gjykimet. Edhe kur bën bilancin ndoshta të mungojnë disa pikë dhe thu, por e rëndësishme është që
Gjatë fazës së parë, besojmë që kemi fitu disa element mirë të djemve të ri të tanë, dhe më thonë që besoj që do të bëjnë shumë më mirë në fazën e dytë. E mirë, pozitive për Basangën është fakti që ju dispononi edhe ekipe moshash, keni akademit që janë funksion. Sa kanë... Është pak shpejt për atë pjesë, është pak shpejt. Akoma në kanë rritur, sepse kanë sfikatur në grup moshat e të... Është pak shpejt, sepse Basania dhe më thonë është në vitin e 6 që akademi dhe në vitin e 4 të ekipit rritunve. Edhe në vitin e 6, pra dhe me thonë që është akoma shpejt për me thonë një prodhim nga akademia. Ka një brez shumë të mirë të UPS Majta, dhe ka një brez shumë të mirë të UPS Majta, që drejtohet nga Mario Kola, dhe me thonë edhe... Aty ka një brez shumë të mirë që unë besoj që aty ka dhe lojtarë që janë edhe të kombëtarja dhe të shoqata rajonale dhe janë një brez i mirë që aty mund të shpresojmë që po, aty do të kemi produkt nga produkti nga Basania. Por, thash, për të ekipit rritur deri tani është pak, ka qenë pak shpejt, ka qenë periudha jo shumë. Suksesi i Basanias është kualifikimin e të dytën, e kemi trajtuar vazhdimisht dhe... Jo, praktikisht në letër, ta shikosh në emra, dhe më thonë Basania që në para fillimit kampionatit, dhe më është projektu për me kenë 1 ndër 3 vendet e para. Në kategorinë e dytë. Sepse edhe po ta merresh si emra, dhe më thonë, pra me Leken, me Shemen, me Hoxhen, me Nikshicin, djemë të ri të ardhur nga... Vazhdo me disa emra, se ne interesoj. Djemë të ri të ardhur nga Vllaznia U19, si Lezha, si Qelepia, Shima, Azer Shima, Josef Marashi, pra janë disa djemë të ri këta që kanë ardhur nga të dhe plus pastaj pjesa tjetër, pjesa për para dhe mon Gjinin Sulm me Claudio Leka për para, se mund të harroj edhe në jemen tani se nuk binë gjithë në mend të përthan. Kështu që... Ajo çfarë kam vërë me tepër si shumë pozitive është fakti i tifozerisë së Bushatit, një tifozeri shumë entuziaste që e dënë futbolin dhe e mbështet të skuadrë. Edhe Bushati është pjesë e këtij rajonit të Shkodrës, i cili është shumë sportdash. Unë nuk di në një rajon tjetër në Shqipëri që sporti përjetohet kaq shumë sa në Shkodër. Domethënë edhe janë pafund ata njerëz që përfshihen sport në Shkodër, domethënë në rajonin tonë, pra se normalisht Bushati 10 kilometra me Shkodër është. Edhe nuk di një rajon tjetër që përfshihen kaq shumë njerëz edhe kaq shumë janë interesuar dhe jetojnë me sportin. Fatkeqësisht mungon për të bërë më e mira për sportin, por çfarë bëhet me fushën konkrete, sepse kemi edhe kryetarin këtu, që i përcjell edhe në federat tek kolegu, tek kryetari i Maduka. Do të thonë është në këtë moment do të thonë është parashikuar në projekt në buxhetin e 2026, është në projektet prioritare që shpresojmë që shumë shpejt mund të kalojnë në fazën e plotësimit dokumentacionit për tenderimin edhe për fillimin e punimeve. Kuptohet, jemi vetëm me datën 7 sot dhe jemi krejt në fillim të vitit, pra është çështje diç besoj që sa... Kur fillon kampionati kombëtar i kategorisë 2? Ndeshja e parë është me 31 janar, e kemi në Lezhë, java e dytë është pushim sepse praktikisht duhet të lunim me Valbonin, po Valbona është të hekë që pa fillu kampionati. Ju jep mundësi që punimet të avancojnë? Dakord, madje pastaj shkojmë në Kavaj prapë, kështu që kemi në Luz Kavajs fix, dhe kështu që kemi një fillim kampionati. Kur parashikon Basanjën të jetë në fund të sezonit? Treshja e parë është pak e vështirë, se kemi humur pikë. Po, treshja e parë tashmë është shumë, nuk është se e kemi me detyrim, por besoj që nuk është as pak e pamundur, sepse nuk është një diferencë e madhe pikë edhe vendi 5. Për të hyrë në fazën e play-offit edhe aty pastaj tregojmë veten se ndeshjet e play-offit ndeshjet teke janë edhe për interes të publikut skuadra e parë kalon automatikisht në kategorinë e parë. Po, vendi 2, vendi 3, vendi 4, vendi 5 janë në play-off. Janë në play-off. Flasim pak për rivalit, duke nisur nga Shiroka që kemi këtu në Shkodër, klubi i cili duket se Shiroka ka bërë një fazë të parë shumë të mirë. Unë duhet vetëm i përgëzu. Surprizu se ka qenë Shiroka. Pikërisht, do të thënë, ka qenë surprizë.
por i përgëzoj sepse kanë bërë një fazë parë të mirë, kanë arrit me marrë pikë, edhe sot janë aty ku janë, falë punës. Ashtë më tepër që në projekt, sipas edhe deklaratave mediatike, do të ketë një bashkëpunim me aksione nga aksioner amerikan. Nuk e di atë pjesë. Kjo mund ta fuqizoj më tepër. Kështu janë lajmet mediatike dhe shpresoj se të jetë realitet sepse është në goditje të futbollit shkodran. Patjetër që çdo kush që ofrohet me mbështet sportin në Shkodër veç mirë është edhe Veleqiku Tërbuni, ti konsumojnë këto për shkuar tek bestjedhja si adisi me lërë. Veleqiku vazhdon me pas traditën e vet që ka një grup solid lojtarësh që marrin aq pikë sa i duhen, marrin atë vend që ka momentet që surprizojnë me ndeshjet me pikët që marrin. Po pra, edhe ka momentet që zgënjejnë. Jo, nuk zgënjejnë shumë ata. Domethënë ata kanë ato objektivat e veta. Janë brenda mesit të art. Aty po. Domethënë aty vazhdojnë me majt atë renditje që i përcaktojnë objektivat edhe vazhdojnë me majt. Ka një grup solid, duhet mi përgëzu për këtë pjesë, japin gjithçka kanë në ndeshje. Tërbuni nuk po shpërthen. Praktikisht Tërbuni në fakt. Edhe ky sezon duket se është i dështuar, i shpërdoruar. Tërbuni në fakt ne kam prit më mirë, tu pas parasysh se çfarë kam pa në ndeshjet miqësore para fillimit të sezonit. Por futbolli ka edhe këto surprizat negative. Ky sezoni nuk është në ato parametrat që kërkohet, edhe megjithatë faza play-offit ndoshta mund të gjithçka është mund të mos harrojmë diçka. Drejtori sportiv Alfred Pietri po punon me çfarë patëm më sot i kontakti ishte duke punuar për merkaton. Këtë isha të dashur me thonë, domethënë mos harrojmë edhe diçka që në këtë moment, në mes fazave ekipet ndryshojnë shumë. Basani aktualisht sot, domethënë kemi marrë në fund të dhjetorit një portier maroken, presim të vinë edhe 5-6 huj tjerë, që shpresojmë që mund të rrisin atë garën në grup edhe të japin një ritëm tjetër edhe skuadrës tonë, edhe siç po flasim për Basanien, po kështu të njëjtën gjë mund të bëjnë gjithë ekipet tjera, edhe kështu që faza e dytë mund të sjellin zhvillime krejt tjera. Edhe Gjeshi Roga kishte prandaj po them. Ishte firmosur me një futbollist të ardhur. Prandaj po manazist të ardhur nga. Prandaj po them që faza e dytë mund të sjellin një ritëm krejt tjetër për shumë skuadra, domethënë, kështu që ndërkohë Besida duket se është një hap përpara, jo vetëm si kryesuese e grupit, kampione e dimrit, por edhe vetë organizimi i tillë. Jemi realist. Kërkon Besida të rikthehet në nivelet e arta. Jemi realist. Beslidhja sot aktualisht është një investim i madh që ka përballë vetëm suportin e Librazit. Domethënë jo, ka edhe Shirokin, ka 3 pikë larg. Një pikë larg ka. Unë po them jemi realist, përballë ka edhe Basanien, sepse e kemi me 31 janar ndeshin me ta. Por po flas jemi realist. Rivali kryesor Beslidhja sot ka, domethënë fazën e dytë ka vetëm suportin e Librazit, që ka një ndeshje të vështirë që e kanë atje, po kalon atë ndeshje unë besoj që Beslidhja ka siguru dalin në kategorinë e parë. Surprizat e futbollit mundën me ndodh gjithçka, por realist. Mund të merret si model Beslidhja me këtë organizim, duket se presidenti Pierin Fushaj, kryebashkiaku Pierin Ndreu dhe stafi trajneri Elvis Plori kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe duket se janë në rrugë të drejtë për ta arritur shumë shpejt Beslidhjen në ato nivele që ka qenë më herët. Nga duke pa këto ekipet që marrin pjesë kategori 2 në grupin e veriut, këtu është Shiroka, Beslidhja, Tërbuni, Basania dhe Veleqiku, janë 5 ekipe në një distancë, po thëmë në rreth 50 km maksimumi. Pozitive është për futbollistët. Po është mirë për këta futbollistët e ri. Kjo është kryesorja, por duke pa këto ekipe se si funksionojnë, Shiroka është totalisht ekip me iniciativë private. Beslidhja ka edhe bashkinë që e man, por edhe presidenti Fushi që është afru. Tërbuni është me fonde publike, Basania është me fonde xhepit, Veleqiku me fondet e bashkisë. Qysh këtu gara nuk është e drejtë. Sepse janë 3 ekipe që investojnë prej pushtetit. 3 bashkije, 2 janë në jurisdiksionin që po flasim na, e 2 ekipe janë me iniciativë
private. Basanja dhe Shiroka janë tërësisht private. Këto ekipe, Beslidhja që ka një projekt mallor, unë mendoj që ka projekt mallor edhe një kontakt edhe me kryetarin e bashkisë Beslidhës ishte duke parë ndeshjet e Vllaznisë në stadium, ishte me projekt saktë dhe strategjik për me ndërtuar dhe stadiumin. Aty ku jeni sonte ju ka qenë kryebashkiaku i Lezhës Pierre Ndreu, pak javë më herët dhe pati thënë që në fakt basketbollin e kanë rritur, e kanë bërë absolut, është kampion i Shqipërisë absolut. Dhe pati thënë që do ta bëj edhe futbollin si basketbollin. Te shpahina deklarata e kryebashkiakut Ndreu. Te aty në gjë këtu me ba Lezhë, një ekip notit, nuk është ne çudi se ka lumin drin, ka edhe detin nga 5 km, 10 km. Me ba basketboll që njët vetë Beslidhja s'ka pas historik. S'ka pas, për basketbollin, e ka ba kjo i bjen që nuk është projekt sportiv kë. Me thënë tërç. Kurse për futbollin Beslidhja ka traditë në futboll. Po emra që kanë nxjerrë ekip që ka luajtur shumë vite në Superligë, ekip që ka nxjerrë shumë futbollista. Ato derbit Vllaznia Beslidhja. Jo, edhe lojtarë cilësorë kombëtarës, edhe të Vllaznisë po se popull dhe të ekipe tjera. Beslidhja mendoj është një hap parë, tha dhe miri, sepse vetë investimi që është bën, ndoshta faza parë ka qenë pak e ngutun e Beslidhës, sepse kështu era edhe punë se u formatu pak vonë, por mendoj që është një ekip i shtrenjtë. Me ato lojtarë që shohim na që i marrin ose janë në organikën e Beslidhës, mendoj që është ekip i shtrenjtë. Shiroka për mua ka qenë surprizë, sepse u fut në kategori 2, duke ra një ekip, nuk mos marr pjesë duke një ekip i Tiranës, u fut Shiroka, është surprizë sepse ka rivalizuar tona ekipet e Krot, e nuk e di si do të shkojnë në faza 2 sepse janë shumë pikë, janë parë sa fazë parë. Tërbuni nuk e filloi mirë, por me kalimin e kohës kam lënë disa pikë. Basania që ashtu realisht edhe kam kanë i mendimit që Basani duhet bëjnë ma mirë se kaq, por duhet ditë që është shumë e vështirë, edhe gara, sepse janë ekipe që investohen, janë ekipe edhe të pjesë është Kavaja, Besa, është Luzi, janë që ti dinë edhe Suboti Librazhi, ekipe që kanë investime shumë maja. Erzeni Shaku që vinë prej Superligës para një vitit. Kështu që është shumë e vështirë. Por duhet di që barra Basaniës edhe presidentit që e këna prezent këtu është shumë e madhe, por në qoftë se Basania rrin këtë kategori, për mua është sukses. Edhe kampionatin Basania fiton me ndërtu fushën Bushat. Kjo është kampionati që do të fitojnë këtë vit, edhe Superliga. Ky zotënia këtu që i shpenzon pafundësisht, që sakrifikon për atë ekip. Unë kam pas edhe fatin e mirë se kanë edhe shoqëni, përveç që janë edhe domethënë është pjesë e shoqatës rajonale, çdo fund vitit organizon darka me sportista ku i ftum kam kënë mënyrë të vazhdueshme edhe vetë, edhe si drejtuesi i shoqatës, por edhe si mik i mirit. Domethënë ky ka bën ekip që me funksionu, ka ekipe moshash, investon gjithçka pa ndikimin e kërkuj. Kjo është sakrificë shumë e madhe, por me ndërtimin e fushës, me bashkëpunimin me bashkinë, presioni juaj që duhet bëti medias, sepse mos u merrni shumë, ju merrni me gjithçka, sidomos edhe ti që i gazetar me përvojë, shtrini pak edhe në terren. Fjala medias peshon rand edhe ndeshjen e pushtetarëve. Nuk është jo tërë pas privilegj që sot Bashkia e Vllaznisit hedhin sadopak ose ta ndihmojnë sadopak një klub që nuk e bën sot më shumë se sa Basania të njoftën Bashkinë e Vllaznisit, sepse është një ekip që çdo ditë pasqyron Vllaznisin e Bushatit në mediat lokale dhe qendrore. Prandaj duhet sporti si zhvillim i gjithanë që jo vetëm thjesht sportiv. Ne përgëzojmë zotin Shimaj sepse me të vërtetë ka bërë një arritje krejt veçantë duke e kaluar nga kategoria e tretë në të dytën dhe komod në renditje, por duke u kthyer tek pretendimet dhe tek Beslidhja që kryeson, thatë edhe ju që është një projekt shumë ambicioz që bazohet duke nisur nga trajneri Elvis Plori, drejtori sportiv Renato Malota, janë dy figura futbollistike dhe presidenca Fushaj, ku krahas presidentit Pierin Fushaj, sipas informacioneve një rol shumë të rëndësishëm po luan edhe zëvendës presidenti Claudio Fushaj, që është djali i presidentit, i cili është në terren shumë pranë skuadrës. Këto përvojën të shtë në gjë, si Pierini ose edhe Valteri, këta janë një familje që ka kontribu. Claudio, djali ti, kam informacion që është shumë aktiv. Përvoja dhe pasioni, sepse janë dy faktorë shumë të rëndësishëm. Ka një përvojë në menaxhimin shumë mirë të Vllaznisë,
ku kanë sjellë edhe Kupën e Shqipërisë për menaxhim shumë mirë, ku ka kënë pjesë edhe Pierini, por edhe babai i Klaudis Valderi, por edhe bashkëpunimi me bashkinë, sepse... Pierini, babai i Klaudis. Më falë, Pierini. Edhe kryetari i bashkisë edhe e ka Pierin, janë dy investitorë të rëndësishëm për ekipin e Lezhës, dhe mendoj që bazën financiare kanë shumë shëndetshme, historinë e kanë afruar në ekip në drejtim trajnerë, kanë afruar në staf drejtues emra njëun siç është edhe Malota, prandaj shihet një hapar e Lezhë, por ndeshja me Shirokën nuk ka qenë një ndeshje që ka bën shumë diferencë edhe besimi. Barazim interesant. Shihet që rivaliteti mund të jetë edhe me këtë ekip. Por siç e theksoi edhe zoti Shimaj, me 31 janar beslidhja pret Basanjen, interesant. Po përgatiteni për këtë ndeshje? Ti bëjmë pak presion beslidhjes për me studios. Do të thonë, unë s'kam nevojë pa presion. Volton për pikë Basanja. Ne shkojmë për të treguar fytyrën tjetër të fazës parë. Bukur. Është një ambicie për fazën e dytë dhe pse jo, nëse arrini të frenoni beslidhjen kryesuese, atëherë është gjithçka pozitive edhe për Basanjen. Pikërisht me këtë optimizëm. Pretendojmë që na mungojnë minimalisht 8-9 pikë nga faza e parë. Kështu që fazën e dytë në ato 8-9 pikë duhet me rikuperuar 2 fish. Me këtë optimizëm të presidentit Basanja FC Emir Shimaj, japim fund edhe këtij emisioni për sonte. Trajtuam shumë gjëra, po ajo çfarë më tepër na tërhoqi vëmendjen ishte infrastruktura dhe ato pretendimet për një kompleks sportiv si se hap, ato që nuk na kanë ndjekur në fillim të emisionit bëhet fjalë për një kompleks me të vërtet se i duhet Shkodrës dhe me gjërë në plazhin e Velipojës për të mos e lënë Vllaznin dhe ekipet e tjera të udhtojnë drejt ushqimit apo në shtetet e tjera të huaja në fazën dimërore. Falenderoj Emir Shimaj që ishte në studio, suksese Basanjes. Falenderoj zoti Matia, urime rizgjedhjen për herë të dytë në mandatin e kryetarit të shoqatës rajonale të futbollit Shkodran, dhe pse jo, ato që e diskutuam mund të ketë ambicie dhe në vazhdimsi, karriera vazhdon. Arben Xhaferi, suksese në ndeshjen e nesërme dhe njëherë në orën 19 në Pallatin e Sportit Marshall Tito të Ulqinit, ndeshja vendimtare e Vllaznisë Futsal për të kualifikuar. Faleminderit. Këtu të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marko dhe kolegët e mi të putit e transmitimit Nino Jakova dhe Florian Gerdani, por edhe kolegët e montazhit Orin Hysa dhe Leda Ndani, ju përshëndesim dhe ju lëm takim të mërkurën e ardhshme në tjetër në orë për të folur më gjithësisht për shumë sporte, por kryesisht për ndeshjen e Kupës së Shqipërisë, Vllaznia Pogradeci që luhet të shtunën në Lorë Borisi. Deri atëherë mirupafshim.